Ishujt e humbur, misteret që historia nuk i shpjegon. Thirrja e ishujve që u zhduken. Nëpër oqeanet e botës mes zallgëve dhe mjegullës së kohës, shihen histori që sfidojnë logjikën njerëzore. Ishujt që dikur shfaqeshin në harta për të zhdukur më pas pa lënë gjurmë, ishujt që u pan, u vizatuan, u përshkruan nga marinarë, eksplorues dhe dietarë, por që sot nuk ekzistojnë më. A ishin këta ishuj iluzione optike, gabime hartografike, apo dëshmi të qytetërimeve të humbura që u përpinë nga deti? Sot në këtë dokumentar do të udhtojmë drejt ishujve të humbur, mistereve më të mëdha gjeografike dhe historike që vazhdojnë të intrigojnë shkencën edhe sot. Në 1. Atlantida, ishulli mit apo realiteti humbur. Historia e Atlantidës vjen nga filozofi grek Platoni. Rreth vitit 360 para.e.s. ai e përshkruan Atlantidën si një qytetërim shumë të avancuar, të fuqishëm dhe të pasur, i vendosur përtej shtyllave të Herkulit, që sot njihet si ngushtica e Gibraltarit. Sipas Platonit, Atlantida u zhduk brenda një nate dhe një dite, pas një katastrofe të madhe natyrore. Tërmete dhe përmbytje që e fundosën në thellësitë e oqeanit. Që prej asaj kohe shumë studiues kanë kërkuar Atlantidën. Disa e vendosin në oqeanin Atlantik, të tjerët në Mesdhe, madje edhe pranë Antarktidës ose në Saharë. Deri sot, asnjë provë përfundimtare nuk është gjetur. Por fakti që shumë kultura flasin për një përmbytje të madhe globale, i jep Atlantidës një hije realiteti. Ishulli hy Brasil, fantazma e Atlantikut. Në hartat mesjetare evropiane për shekuj me radhë shfaqej një ishull misterioz i quajtur hy Brasil, rreth 200 kilometra në perëndim të Irlandës. Marinarët raportonin se ishulli shfaqej vetëm një herë në 7 vjet. Ishte gjithmonë i mbuluar me mjegull. Banorët e tij kishin njohuri të jashtëzakonshme. Ekspedita të shumta u nisën për ta gjetur, por gjithmonë ktheheshin pa sukses. Me kalimin e kohës, hy Brasil u hoq nga harta, por mbeti gjallë në folklor dhe legjenda. Shkencëtarët sot mendojnë se mund të ketë qenë një ishull i fundosur, një formacion shkembor që shihej vetëm në kushte të caktuara drite ose një fenomen optik i njohur si mirazh detar. Në 3. Lemuria, kontinenti i harruar i paqësorit. Lemuria u propozua në shekullin 19 nga shkencëtarët që përpiqeshin ta shpjegonin përhapjen e disa specieve midis Afrikës, Indisë dhe Australisë. Sipas teorisë, Lemuria ishte një kontinent i madh në Oqeanin Indian, i cili u zhduk pas aktiviteteve tektonike masive. Me vonë kjo ide u përqafua nga filozof mistikë, në vizje shpirtërore, teozofia. Ata besonin se Lemuria ishte shtëpia një race shumë të avancuar shpirtërisht, që jetonte në harmoni me natyrën. Edhe pse, shkenca moderne ka zëvendësuar këtë teori me lëvizjen e pllakave tektonike. Misteri i Lemurias vazhdon të frymëzojë libra, dokumentar dhe teori alternative. Në 4. Ishulli Sandy, gabimi që mashtronte botën moderne. Në vitin 2012, shkencëtarët zbuluan se ishulli Sandy i shënuar në hartat zyrtare për më shumë se 100 vjet nuk ekzistonte fare. Ai ndodhej në detin Koral, pranë Australisë, dhe ishte përfshirë në Google Maps, harta detare, dokumente zyrtare ndërkombëtare. Kur një ekspeditë shkencore shkoi në koordinatat e sakta, gjeti vetëm oqean të hapur. Ky rast tregon se jo çdo ishull i humbur është mit. Gabimet njerëzore mund të jetojnë për shekuj, edhe teknologjia moderne mund të mashtrohet. Ishujt që u fundosen në pesë nga natyra. Historia një raste reale të ishujve që janë zhdukur për shkak të tërmeteve, vulkaneve, rritjes së nivelit detit. Shembull, ishulli Thera, Santorini, shpërthimi vulkanik që shkatroi qytetërimin Minoan, Doggerland, tokë që lidhte Britaninë me Evropën, sot në detin e Veriut. Ishuj të vegjël e paqësorit që po zhduken sot për shkak të ndryshimeve klimatike. Këta ishuj na kujtojnë se toka është e gjallë dhe vazhdimisht në ndryshim. A janë vërtet të humbur këta ishuj? Ishujt e humbur nuk janë vetëm pika në harta,
ata janë kujtimet njerëzimit para lajmërimit nga natyra. Misteret që na bëjnë të pyesim për të kaluarën tonë, disa u zhdukën vërtet, disa nuk ekzistuan kurrë, disa ndoshta presin të zbuluhen. Dhe pyetja mbetet: sa histori të tjera janë fshirë ende në sipërfaqen e detit?